Do ta nis këtu në Shkodër Locja, Shkodra djepi qytetaris shqiptare. Unë do ta nis me një ahje të madhe që kam në zemrën time, sepse koka time era këtu në Shkodër. Por e kaluara bëri atë që unë shkova në Delvin. Të kaluarën e dim të gjithë, tani unë për Shkodrën e kam qik me debules të flas, sepse Shkodra edhe nga kasta politike është lënë në hares. Është një qytet që duhet të ke ylli Shqipërisë, dhe pse politika ka bërë punën e saj, kanë ardhur për ta masakruar Shkodrën, jo për të punuar për Shkodrën. 4 kandilat e parë që u ndezën në Shkodër i eliminuan me orët e para të Shkodrës. I eliminuan në kohën kur ne ishim në galeritë e Valiesit dhe ata e shuajtën ato kandila. Atje ishte politika 35 vjeçare në bashkëpunim me njërën tjetrën, se ne jemi shqiptar dhe i vëm kishtin njërit apo tjetrit. Atje ke politike përbashkët, sepse dhe sot ne shohim që mundin dhe djersën tonë ata na i qua në fund të këmbëve. Unë kam punuar minator, kam mbyll 25 vjetë kontribute. Më thonë disa patronazhist ose këta spionat që kanë qenë në atë kohë që t'i themi troq, që janë prapë sot mi krije, s'keni tërth kontribute ju. Mor sharlatani them, po si s'kan tërth kontribute unë, kur unë dhe ati shullit të gjatë, po e keni parë në televizor të Piramida, ja dhash librezën në dorë, më tha do t'a kesh falco, tha. Nuk jam idiot edhe ignorant si puna tënde, i thash, i ketë në lapin e fundit babajt. O të jetë se e kam librezën falco, nuk i dua prangat në duar, i dua në grik, i thash. Ati që mbledh gratë dhe ju shanë burrat. Sepse s'doli na një grua të vendet i fut të gëlboqe në fytyrë ati se edhe e ka pak. Prandaj unë me lëvizjen bashk në vitin 2011, kur në galerit e Bulkizës, do me thënë policia me drejtor Shepsi Premqin dhe Sali Berisha kishte bërë shtet rrethim në galerit e Bulkizës. Ne u ngritëm një grup ish minator për të mbështetur minatorët që kishim kolegët tanë që ishin brenda në galeri. Atje shkuam, pam këta të rinjt, do me thënë në vitin 2011, lëvizjen bashk e pam. Kemi bërë protesta në për Tiranë, po këta uzurpatorët e politikës na kanë përqarë, si që kanë përqarë gjithë shtetin shqiptar, gjithë shoqërinë shqiptare, kryo shoqata këtu, kryo shoqata atje, jep një kock, merr dhe ik. Edhe njerëzit ngelen në skamje në mjerim, se është gjuna për ne, është gjuna për shtetin shqiptar. Kur ne kudo që shkelim lekun me këm, shkelim paran, nuk kemi nën tokën, s'kemi ajrin, s'kemi malet, qa nuk kemi ne, ja dhe këtu po të gërmosh të gjesh rojnë grami e nxjerr ditën e punës. Por, ne s'kemi drejtim, ne na mungon drejtimi, prandaj juftoj të gjithë, do me thënë, edhe një qik propagandë, se e reja kur hin, edhe një mall kur e fut në treg të ri, do hi qik me vështirësi. E reja tani do hi me vështirësi, duhet të punojmë dhe një qik neve, sa jemi këtu, po kemi dhe 5 mbrapa, t'ja mbushim mendjen, t'ja u bëjmë që kjo është e ardhmja, se mua në për protesta më kanë ardhur dhe ata sorosianët që janë sot në qeveri, edhe ai që është në qeli, na ka mbajtur, na vinte, na thosh vota tuaj dua unë, të pensionistëve, minimumin jetik e shpalli e para lëvizja bashk duke ardhur në kauzën tonë me pensionistë dhe vish minator. Prandaj lëvizja bashk është ajo lëvizje që unë shoh të ndriturin dhe të ardhmen e vendit tim. Nuk më hauria për vete, po digniteti më vret. Digniteti na vret ne të gjitha moshave që s'marim atë që në takon, që nuk jemi të servirur në vendin që në takon. Prandaj ju falenderojmë të gjithve dhe o bura një qik më shumë punë, sepse Shkodër Locja është ajo që ja u thjen hundët të gjithve.